Unë kam informacion në kohët e fundit që Greqia po fillon për herë të parë të shesi pronat e shqiptarëve në Greqi paleve të treta. Se deri dje ka pas me ligj që ato janë të konservume. Nuk mund të shfrytëzohen, por nuk mund shiten. Më ka rënë në dorë 2 dosje të tokave të mëdha të fshatrave në Çamëri që po ushiten paleve të treta dhe të huajve që vinë ato tokat mëdha për biznese, për fabrika, për këto gjë që është. Pra, Rama i ka frikë grekët dhe do t'i ketë kur flen gjumi ka frikë grekët. Ai e di pse i ka frikë grekët. Nuk e di çfarë ka ndodhur gjatë viteve që ka qenë në Greqi me familjen e tij se ka qenë atje në Greqi, në fillim të viteve 90, por për fatin e keq Greqia vazhdon, me ligjin e luftës. Rama, nëse do ishte diplomat i mirë, politikan i mirë, me afërsinë që ka me Mitsotakis dhe me politikanët e tjerë grek, ai duhet të hiqte ligjin e luftës, që hiqet. Është shumë e thjeshtë, se disa herë është hequr me votim qeveritar ligji i luftës, por deputetët se kanë votuar që ta heqin. Pra atëherë si 2 shtetet NATO-s neve antarë që mbrojnë njëri tjetrin, ku qielli kufitari joni mbrohet nga aeroplanët e ushtrisë greke zyrtarisht nga NATO-ja. Pra, domethënë territori i Republikës Shqipërisë mbrohet zyrtarisht nga aeroplanët e ushtrisë greke që kanë dhe flamurin e NATO.